Dore kam librin, që po e sheni edhe jo, e që tash pavarësisht se ka përfunduar shkolla, pa tjetër që nuk duhet me haru me lexu. E një rekomandim që vjen nga emisioni Mëngjesit edhe nga autori Teo Pasharizi është që me lexu librin Hapat e mi të parë. Edhe fëmijët, moshatarët e Teos, shokës, shoqët, por edhe të tjerët mundën me lexu këto tregime, këto pralla të cilat janë të shkruara nga Teo. Teo ne kemi në studio, mirëmëngjes, mirë se na ke. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi që të kam këto. Unë me Ziprita, për ndryshe, do ashta shumë me pa librin që ka kanë të. Fillimisht e shfletova edhe unë pak. Që kam pëlqej që pat shumë tregime, po në anën tjetër pat edhe pjesë të ilustruara, që tjenë të këndshme edhe shumë atë mira edhe për fëmijët, edhe me i pa, edhe me pas ata pak parasysh se për çka ka folë saktësisht Teo. Teo, na trego pak për librin tënd. Çka është ky libër? Kur e ke shkrujt? Mëti. Edhe çush ke nisë me shkrujt këto tregimet? I kom shkrujt Pulbardha, Mbretëresha Hynore, Mbretëresha ime. Tjetër një ishte për gjyshën, për qenin. Ylli im. Gjyshja ime. E gjithë ke pas qefti me shkrujt liber? Po. Po, edhe a ke nisë me shkrujtin ndetër, a i ke shkrujt dikon kompjuter? Nuk e di a din me përdor kompjuterin? Kompjuteri. Në kompjuter i ke shkrujt? Po. A e kanë ditë tjertë në shpirt, nana, babi, qa po bashkë? Jo, veç mami e ka ditë. Po, edhe cili ka qenë i pari që e ke shkrujt? Hapat e mi të parë. Hapat e mi të parë. Atër na të rego pak, cilat pëlqen mas shumë të ty prej këtyre që e ke shkrujtje? Pulbardha. Pulbardha të pëlqen mas shumë të? Po. E cilën keme ledzu për neve? Gjyshja ime. Gjyshën time keme ledzu. Hajde, atë gjej unë edhe të shohem të unë duke ledzu. Po që faqe 15 është, ta është e merë librin, na lexon pak për me ditë se çka mundën të tjerët me gjetë, edhe për prindërit tash që e ndjekin këtë emision, librin e keni në shitje, në librari, do ta tregoj pas pak edhe vetë Teo, por që pak a shumë me qenë të njoftuar për ato tregime se çka i ka shkruajtur Teo. Hajde Teo ta dëgjojmë. Gjyshja ime. Gjyshën time nuk e pengon mosha të kujdesej për mua, sa e mire, sa e ëmbël që është. E bukura ime, e quaj e bukura ime, sepse ajo më ka falur shumë dashuri dhe kam shumë kohë me të. Pra ka një shpirt të bardhë. Ajo më së miri e kujton fëmirin time se gjatë kohës që mami im punonte ajo kur nuk u lodh duke u kujdesur me shumë dashuri për mua. Sot ulem dhe bisedoj me të ku gjatë kohës, gjatë kësaj bisede ajo kujton shumë kohën e çmuar me mua. E quaj të çmuar këtë kohë, sepse ajo vërtet ndjen një dashuri të madhe ndaj meje. Më quan bir im dhe tregon kohën kur ajo më ushqente, më veshte dhe më vinte në gjumë. Sa e ëmbël është ajo kohë. Edhe gjumi ishte i qetë afër saj. Ajo ka një shpirt të bardhë, një moment e pyes kur ajo edhe luante me mua lojra të ndryshme dhe njëherë luani me shishe të plastikës ku disa here ajo doli fitimtarja ndaj meje. Prandaj ja kujtoj këtë kohë dhe prapë gjyshja më buzëqeshtje me buzëqeshtje ma kthen. Biri im, ty gjithmonë të shë fitimtar se je një fëmijë i mrekullueshëm. Uroj të vije koha që t'ju kthej dashurinë atyre që na e falën e posaçërisht gjyshës time të dashur të duam me shpirtgjyshe. O, sa e mirë, po besoj që falenderimi më i mirë për gjyshën është ky tregim që te e ke shkruajtur.
Po. Ju falenderem në këto rreshta që e ke bo. Do të thotë për ty, gjatë kohës kur mami ka punu, gjysha është kujdes për ty. Po. Edhe, a je kënaqur me gjyshën? Po, shumë ka kujdes për mu. E tash, a shkon me vizitu? Se tash je rritë, shkon edhe në shkolla, a ki kohë Kjo tash për gjyshën? është gjyshja e shtëpis, gjithë rinë shtëpi. A gjithë e ki në shpe, po a i ndimon të diçka gjyshës atë? Po, Shumë mirë, unë dëgjova që ki edhe një vlla më të madh edhe një vlla më të vogël se ti. Na trego pak atyre, apo u a tregon këto tregime, apo i lexon për ta? ju. Jo, as vlla të vogël? A shumë i vogël? Edhe pak duhet me fillu Dhe edhe në me i gjëmë lexu. është aj. Kur kam qenë me ja lexu në gjëmë është. Ani kur është në gjumë, pastaj edhe kur zgjohet nga gjume, Teo ka me i lexu vllat vogël edhe ka me i tregu pralla, që tani kur të rritë taj, kur bëhet sa ty, ka me fillu edhe aj me shkrujt diçka, ose me tregu për dashurinë që ka Teo për vllahën e vet. Po, Atë na tregu që është po i kalon të këtu dhe të pushimet. Çka ke bo? shumë mirë, luj me tëp, dal, me luaj me vllajën e madh me bicikleta. Sa mirë. E po është një tregim që ishte për bicikletën. Ke ble bicikletë për hirë partë? Vetë? Po, Haj, tregona pak qëtë pjesë? Hiç më se lexo, veç tregona. se di, Jo, e den. ja se di, A pëdon me lexu? që shumë e gatë është. A në rregull, unë po e tregoj pak me qënë se e lexova në disa rreshta që Teo ka ble bicikletë. Kur njëherë ka dalë me nanën edhe me babin e vetë, ka pa bicikletën, i ka pëlqy shumë, edhe pastaj ka vendosur me u kthy edhe me e ble vetë. Kështu në qoftë se na pëlqen diçka, patjetër që duhet me u rrit, me u kujdes, edhe pastaj i pyesim prindërit edhe e blem një bicikletë me parët tona, në qoftë se i kursej. Po. Pa tjetër. Edhe Teo ka kursu edhe ka ble bicikletën e ti vetë. Ka shku në dyqan atë. Na trego pak çka kanë thonë shokët dhe shoqët kur e botove librin. Bravo, shumë mirë e ke bo librin. Qështu? Edhe ku mujnë me gjithë të tjertën që se duen me letu? Në librarit të Kosovës. Është krejt në librarit të Kosovës, është në shitja. Po. Edhe të tjerët mundën me marë edhe me lexu. E ti për momentin çka je tu lexu, atë ka jep mësuesja lektyra, a e din cilat kemi lexu? Ndoshta me njëherë s'ke fillu, se sa ka fillu dhe pushime. Jo, ka jem, mësuesja po ka thonë veç lexoni, ose si Ka keni ju dëshira? Po. Edhe a ke vendos? Unë e kom vendos me lexu librin tem. Tjetër? Edhe diçka duhet. Edhe librin që kam për shkollë. Diçka për pushimet verore? Ja, s'na ka jep mësuesja. A jo? Jo. E pas ke mësusën shumë të mirë? Mësusja ka vendos me u kënaqë, me shiu pushimet që Teo me pas kohë të lirë, Teo edhe fëmijët e tjerë, që pastaj kur të kthehen në shtatorën në banka, me pas çka me i tregu mësusës, me pas me i tregu për kujtimet e bukura që i kam bo me familjen, me mes, me shokë dhe shoqët, e pa tjetër në qoftë se mësusja jo, unë pa dyshim e kam këto, diçka një libër kanë me lexu se cili prej prindve të vetë, bashkë me prind, qoftë në pushime, qoftë në shtëpi kur janë, në kohë të lirë, sepse përveç lojës edhe një arktohemi me ta, edhe e lexojmë një libër edhe i tregojmë pralla e tregimet të ndryshme. Teo tash në klasën e dyta apo tretë? Kur ke me dalë? E kom kry klasën e parë, tash dal në klasën e dytë, tash jam në pushime verore. E ti në klasën e parë edhe dite me lexu kaq mirë. Po. Bravo, shumë mirë. Me kanë i ke bo detyrate, me kanë ke mësu përveç me mësusën në shkollë? Vetë. Kusht kanë ndihmu në shpe? Unë i shkruj në fletore, tani imagjinoj, shkoja kallëzoj mamit, edhe ajo mi përmison. Sa mirë, bravo. A ka qenë e vështirë klasa e parë për ty? Jo, shumë e lehtë u konë.
E po, e ke pas përgaditjen para prakesh që të kanë ndihmu edhe prindërit edhe i kanë lexu patjetër edhe më herët edhe kanë përgatit për klasën e parë. Uroj që edhe në klasët tjera Teo dhe krejt fëmijët e tjerë kanë me pas shumë suksese dhe këto pushime me u knaq, me u relaksu, me u taku me familjarët, edhe me shokët edhe me shoqet e pa dyshim edhe me lexu disa libra. Teo, faleminderit shumë që ke ardhur në studion e emisionit Mëngjesit. Kemi falenderuar ti dikon? Po, Për librin? po. Kush është? Falenderoj mamin dhe babin dhe gjitha anëtarët e familjes time. Falenderoj mësuesën time. Falenderoj lektorin tim Hamdi Mazreku për punën e tij të palëdhshme. Faleminderit edhe ty për kohën që ke gjetë me ardhë me qenë pjesë e emisionit Mëngjesit, na ke knaq. Edhe të uroj shumë suksese, uroj që kjo mos t'jetë libri i fundit, vazhdosh me shkruar edhe libra të tjerë. Po, Edhe marë përsëri këto në Kuhavizian. po. Kjo është edhe biseda me Teon, edhe uroj që ata prindër të cilët e kanë ndjek, apo edhe fëmijë të tjerë të cilët mundet me qenë tash me gjyshëri duke na ndjekur, të shkojnë në librari edhe të blejnë librin Hapat e mi të parë, i cili është i shkruar nga Teo me dëgju histori edhe tregime të tjera, do shta shërben edhe si motivim që për të tjerët me shkru në të ardhmen.